Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi I takojnë Allahu xhaleshanuhu, krijuesit të qiellit dhe tokës, furnizuesit të zemrave me dritën e imanit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tema për të cilën dua të flas është imani, ushqimi shpirtëror I njeriut. Allahu xhaleshanuhu e ka krijuar njeriun nga dy përbërës, trupit dhe shpirtit. Ne e dim që trupi ka nevojë për ushqim dhe mirëmbajtje, por shpesh harrojmë se edhe shpirti ka nevojë për ushqim dhe ushqimi I tij është imani. Nëse trupi mbetet pa ushqim, do bësohet, ose nëse mendja ngelet pa dije, njeriu cilësohet ignorant, e nëse shpirti mbetet pa iman, ai thahet, errësohet dhe humb drejtimin. Prandaj, shumë njerëz sot, megjithëse jetojnë në rehati materiale, gjejnë breng, ankth dhe zbrasti. Kjo ndodh sepse shpirti I tyre është I uritur për lidhjen me Allahun xhaleshanuhu dhe ka nevojë për qetësi. Qetësi, kjo e cila është friti I imanit, e si mund të arrijmë atë qetësi? Këtë gjë na tregon Allahu xhaleshanuhu përmes ajetit kuranor ku thot: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. E çfarë është imani? Në shikim të parë shohim që kushti I parë I imanit është të besojmë Allahun, por ky besim nuk arrihet vetëm me shqiptimin e shahadetit, pasi do të jetë kot shqiptimi nëse zemra jon nuk bindet në atë që thot dhe nuk vepron sipas bindjes që ka. Nga se imani forcohet me bindje dhe vepra të mira dhe do bësohet me gjinahe. E imani vërtet shihet qartë në jetën dhe sjelljen e njeriut. E çfarë duhet të posedojë një njeri për të pasur iman? Njeriu duhet të ketë mbështetje të plotë tek Allahu. Shembull, I kemi njerëzit më të sprovuar në tokë, e ato janë pejgamberët si Ibrahimi alayhis salam, I cili u mbështet Allahut dhe bëri durim kur jo besimtarët e hodhën në zjarr. E Allahu urdhëroi që zjarri të bëhet I ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Njeriu duhet të ketë frikë respekt ndaj Allahut dhe të jetë I devotshëm, duke u larguar nga e keqja edhe kur askush nuk e sheh. Duhet të jetë falës I namazit, pasi namazi është lidhje përditshme me Allahun dhe ushqimi kryesor I shpirtit. Të ketë durim në sprova e fatkeqësi e të mos e humbas shpresën në mëshirën e Allahut. Ashtu siç veproi Yunusi alayhis salam brenda trupit të balenës, ai nuk e humbi shpresën në mëshirën e Allahut dhe tha: La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. S'ka zot tjetër përveç teje, qofsh I lavdëruar. Me të vërtet, unë kam gabuar. Njeriu duhet të jetë falënderues ndaj mirësive të Allahut dhe duhet të posedojë një zemër të butë dhe të mirë. Pejgamberi alayhis salam në një hadith thot: Më të dashurit e mi dhe më të afërmit me mua në ditën e Kiametit janë ata me moral më të mirë. Njeriu duhet të jetë I udhëzuar drejt së mirës dhe në çdo moment gjuha e tij të përmend Allahun. Imani është jetë e shpirtit, ajo që qetëson zemrën dhe forcon njeriu drejt të mirës. Pa iman, shpirti mbetet I uritur edhe nëse trupi ka çdo gjë. Prandaj, ashtu si kujdesemi për trupin ton, ashtu duhet të kujdesemi edhe për ushqimin shpirtëror tonin, e ai është imani. Allahu na bëf prej atyre që ushqejnë zemrën e tyre me përmendjen e tij.